Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Maqedonia e Veriut shkon këtë të diel në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Votimet për kryetar do të mbahen në 32 komuna, si dhe në qytetin e Shkupit, ndërsa në 3 qendra votimi në Shuto Rizare do të votohet për këshilltar. Të drejtë vote kanë rreth 1 milion qytetar. Të sëmurët, pamundurit, të burgosurit dhe persona në arrest shtëpiak votojnë një ditë përpara zgjedhjeve. Ato do të monitorohen nga rreth 1500 vëzhgues ndërkombëtar. Tetova është një nga fush betejat kryesore në raundin e dytë për kryetar komune mes partive shqiptare. Kandidati i AKI-s për kryetar të Tetovës, Bajram Rexhepi, përmbyll fushatën për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen më 2 nëntor. Ai ka paralajmëruar mobilizim të shkallës së lartë, ndërsa Izet Mexhiti dhe Bilal Kasami ka zhvilluar fushatë të përbashkët në Tetovë, duke trokitur në dyert e tetovarëve. Në njoftimin e tij në Facebook, Kasami tha se qytetarët janë duke përqafuar vizionin e tyre çdo ditë më shumë dhe se më 2 nëntor do të konfirmohet fitoria e madhe. Bashkë me zëvendës kryeministrin Izet Mexhiti trokitëm derë në Tetovë për të kërkuar mbështetjen për të mirën e Tetovës, për Tetovën që ecën përpara me infrastrukturë moderne, pastërti, mirëqenie dhe zhvillim, shkruan kryetari i komunës Tetovës Bilal Kasami. Rajoni. Rreth 150.000 të punësuar në sektorin privat në Kosovë pritet të përfitojnë nga rritja e pagës minimale. Gjatë mbledhjes së qeverisë, kryeministri Albin Kurti deklaroi se nga janari vitit të ardhshëm paga minimale në sektorin privat do të rritet në 425 euro, ndërsa shtoi se në korrik 2026 paga rritet në 500 euro. Përveç rritjes së pagave në sektorin publik, kemi lajm të mirë edhe për sektorin privat, sepse nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve kemi propozimin edhe për rritjen e pagës minimale, rritje kjo e cila do të ndikoj rreth 150.000 të punësuar. Krahas asaj, sipas kryeministrit në detyrë, me miratimin e projekt buxhetit për vitin 2026 është parashikuar dhe dhënia e pagës së 13 për të gjithë punonjësit e sektorit publik që kanë punuar së paku 12 muaj gjatë vitit. Ndër të tjera është parashikuar dhe rritja e pagës bazë me 0.5% për çdo vit përvojë pune. Për Kurtin, kjo përkthehet në rritje të ndjeshme të pagës për çdo të punësuar në sektorin publik. Për vitin 2026 është parashikuar një buxhet në vlerën prej 4 miliardë eurosh, nga të cilat 1 miliard janë të dedikuara për investime kapitale. Rritja e pensioneve në Kosovë në prag edhe të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në buxhetin e vitit 2026, qeveria Kurti parashikoi një rritje nga 120 në 150 euro, duke përfshirë rreth 200.000 pensionistë në kategori të ndryshme, përfshirë ata me aftësi të kufizuara dhe përfituesit e pensioneve familjare dhe invaliditore të punës. Kjo rritje prek rreth 200.000 pensionistë në kategoritë e pensioneve bazike, ato për personat me aftësi të kufizuara, për të rritur, por edhe për fëmijë, pensionin familjar, si dhe pensionin invalidor të punës. Kurti njoftoi dhe për rritjen me 50% të shtesave për fëmijë, duke nisur nga muaji nëntor. Nga 40 euro që kanë marrë deri më sot një nën me 2 fëmijë, nga muaji i ardhshëm do të marrë 60 euro. Zgjedhjet e parakohshme janë zgjidhja edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kryetari i saj Ramush Haradinaj në intervistë për Ekonomia Online tha se takimi i presidentes Vjosa Osmani me liderët e partive politike do ta vërtetojë se askush nuk e ka shumicën. Presidenti i mbetet që opcion i vetëm shpallja e zgjedhjeve. Janë të pashmangshme kësaj here, gjithë duhet ta bëjmë më të mirën, po jemi. Ai nënvizoi se zgjedhjet janë të pashmangshme pasi mungon një marrëveshje edhe mes forcave opozitare. Ne kemi 52 deputet shqiptar, që në 4 ma shumë që sa vetëvendosje, që i bjeni kemi realisht mundësi, por mungon një marrëveshje mes opozitës edhe nuk e kem pra shumicën, nuk e kem një mandatar që ka shumicën. Në seancën e Kuvendit Kosovës më 26 tetor, mandatari për kryeministër nga radhët e vetëvendosjes, Albin Kurti, mori vetëm 56 vota pro nga 61 votat e nevojshme për formimin e qeverisë së re. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, njëherë është deputeti i Kuvendit, kritikoi vendimin e qeverisë Kosovës për të votuar projekt buxhetin e vitit 2026. Kjo rritje është dashur të ndodhë para shumë vitesh, tha Ramush Haradinaj. Për më tepër, kreu i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës tha se në një qeveri të tij, pensioni bazik do të jetë 200 euro dhe paga minimale 600 euro. Krahas asaj, ai premtoi se shtetas për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç do të ketë rritje të konsiderueshme dhe nënat me 2 fëmijë do të marrin 100 euro, ndërsa nënat me 4 fëmijë do të marrin 300 euro në muaj. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, ka quajtur një veprim për të blerë vota buxhetit për vitin 2026. Përmes rrjeteve sociale, Krasniqi tha se thesi i mashtrimeve nuk mund të rikthejë besimin e humbur të qytetarëve dhe as
nuk mund të arrijë qëllimin e blerjes së votës për balotazh dhe për zgjedhje parlamentare. Për krahasnishin, premtimet që u dhanë në mbledhjen e fundit të qeverisë Kurti do të mund të realizohen vetëm nga një qeveri e re, pa Albin Kurtin dhe pa vetvendosjen. Akt të pa precedent politik dhe institucionale, komentoi Lidhja Demokratike e Kosovës miratimin e buxhetit për vitin 2026 nga një qeveri në detyrë. Ajo e cilësoi këtë veprim si një përpjekje për blerje votash dhe manipulim të procesit zgjedhor. Në reagimin e publikuar në rrjetet sociale, LDK theksoi se ky vendim është marrë nga një qeveri pa mandat dhe pa legjitimitet vetëm pak ditë para mbajtjes së balotazhit të zgjedhjeve komunale dhe zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Në reagim thuhet se përdorimi i buxhetit të shtetit si instrument elektoral është i papranueshëm, ndërsa çdo përpjekje për të shfrytzuar mjetet publike për përfitime politike cënon besimin e qytetarëve në procesin demokratik dhe integritetin e zgjedhjeve. Radio 7, zëri pozitiv I qytetit. Ndron jetë në moshën 73 vjeçare ish kryeministri dhe lideri historik I Partisë Socialiste Fatos Nano. Prej datës 8 tetor, ai qëndroi I shtruar në spital pas problemeve kronike respiratore, ku qëndroi për 24 ditë në kujdesin e mjekëve në repartin e reanimacionit. Fatos Nano ka qenë kryetari I Partisë Socialiste nga 12 qershori I vitit 1991 e deri në vitin 2005. Gjatë viteve të angazhimit në politik, ai shërbeu 4 herë si kryeministër I vendit. Kryebashkiaku I shkarkuar I Tiranës Erion Veliaj dëshmon para gjykatës kushtetuese të Shqipërisë. Një vit pas arrestimit, ai e konsideroi të palishëm vendimin për shkarkimin e tij me argumentin për mos paraqitje në detyrë para trupës më të lartë gjyqësore në vend. Veliaj tregoi arsyet që kanë bërë të pamundur ushtrimin e detyrës. E vërteta është se mos prezenca ime nuk ka qenë zgjedhje. Pra unë nuk zgjodha që të vetë rëmbehem, të vetë izolohem dhe të vetë internohem në qytetin e Durrësit, në një burg në Kënet. Por pasoi një izolimi të imponuar nga shteti, përmes I vendimit disproporcional dhe zell persekutues, që më privoi jo vetëm nga liria dhe familja, por nga qyteti im, përpara se të provoj çdo fajsi. Si mund quhet shkelje? Mungesa një kryetari bashkie që është fizikisht ndaluar nga vetë organet e shtetit në bazë të një vendimi që nuk është I formës prerë. Dhe besoj që gjykata kushtetuese dhe Komisioni I Venecias, siç u relatuar nga avokati, flasin qartazi për akte të tilla. Për kryebashkiakun e shkarkuar, vendimi për largimin e tij nga detyra ka qenë I motivuar politikisht. Një eficiencë shembullore që fillon me Këshillin Bashkiak dhe mbaron me dekretin e presidentit është mbretësullënse për eficiencën e shtetit tonë. Ne kemi pasur situata të tmerrshme katastrofike, pandemia tërmeti, dhe s'kan kaluar me shpejtësi kaq madhe nga një vendim në orë, në 8 orët e 8 vendimeve që janë marrë atë ditë. Nga Këshilli te prefektura, ke ministri I Dinës dhe votëmbajtja te presidenti kështu me radhë. Kështu që në këtë sens ky është fshati që duket. Nuk ka nevojë për kallëzën tim, sepse kjo kuptohet shumë qartë. Erion Veliaj tha se gjykata kushtetuese është e vetme që mund ta kthejë procesin në ligjshmëri. Sipas tij, kur pushteti e kalon veten, kur vullneti politik kërkon të zëvendësojë ligjin, vetëm gjykata kushtetuese ka fuqinë dhe detyrën ta ndalojë. Gjykata kushtetuese e Shqipërisë me vendim unanim rrëzoi kërkesën e presidencës që të mos ishte palë në çështjen e ankimimit të Erion Veliaj. Shkak sipas institucionit të kreut të shtetit është argumenti se dekreti për zgjedhjet nuk mund të shqyrtohet nga kushtetuesja. Trupa gjykuese e kushtetueses tha se dekreti do të trajtohet në themel të çështjes dhe për të do të vendoset në fund si për çdo element tjetër të padis. Gjykata pas që shqyrtoi kërkesën tuaj vendosi një zëri se çështja e jurisdiksionit të gjykatës për shqyrtimin e dekretit presidentit numër 350 datë 1/10/2025 është e lidhur me themelin e mosmarrëveshjes, objekt shqyrtimi dhe për këtë arsye kërkesa juaj nuk pranohet në këtë fazë të shqyrtimit, por do të trajtohet si pjesë e themelit të çështjes. Ishte Olta Zaçaj, kryetare e gjykatës kushtetuese. Përfaqësuesja e Këshillit të Ministrave Irma Qosja mbrojti para gjykatës kushtetuese të Shqipërisë vendimin për shkarkimin e Erion Veliajt nga funksioni kryetarit të Bashkisë së Tiranës. Pretendimet e kërkuesit në fakt evidentojnë me qartë mungesën e kompetencës së gjykatës për këtë çështje. Kjo për arsye se mungesa themelore që parashikon dispozita ligjore nuk është në fakt rasti shkeljes së rëndë, si e tillë nuk ka të bëjë me 115 të Kushtetutës. Kjo dispozit nuk parashikon vetëm në rast kur mund të shkarkohet organi I zgjedhur I njësisë së qeverisjes vendore. Ai hodhi poshtë pretendimet e kryebashkiakut të shkarkuar se ishte lajmëruar nga një funksionar I Këshillit Bashkiak që nuk gëzon kompetencat për të kryer këto funksione. Këshilltari ligjor I Presidencës së Republikës Shqipërisë, Ilir Osmali, kritikoi vendimin e dhënë nga gjykata kushtetuese për të rrëzuar dekretin e presidentit për shpalljen e zgjedhjeve në Tiranë dhe duke lidhur atë me gjykimin në çështjen e Erion Veliajt. Duke mbrojtur dekretin e presidentit dhe duke theksuar se ai është kushtetues,
Rusmali tha se shqyrtimi një akti administrativ nuk është kompetencë e gjykatës kushtetuese. Është krejtësisht normale që për pothuajse shumicën e çështjeve që vijnë përpara gjykatës kushtetuese të gjihet një lidhje me aktet statuse, aktet individuale administrative. Nëse lidhja tërheq kompetencën tuaj për gjykimin e këtyre akteve, shumë shpejt ju mund ndodheni përpara situatës kur ju, për shembull, duhet jepni ose të hiqni leje legalizimi, të jepni ose të hiqni leje ndërtimi, të jepni ose të të hiqni autorizime për strehim për të pastrehet, e ku diun se çfarë akti tjetër administrativ mund t'ju vijë në dorë. Kjo është e rrezikshme për gjykatën kushtetuese, sepse nxjerr atë jashtë funksionit vetë kushtetues. Por gjithsesi, ju që i lejuat vetes të drejtën për të tërhequr dhe për të shqyrtuar një akt administrativ, me siguri keni gjetur mekanizma të mbrojtjes nga kjo rrëshqitje. Sipas tij, presidenti ka bërë vetëm detyrën dhe mos dekretimi zgjedhjeve do të ishte atentat kushtetues. Ai kritikoi qëndrimin e mbajtur nga gjykata që ka marrë në shqyrtim çështjet e natyrës administrative, duke i hapur rrugë pranimit të tyre edhe në të ardhmen dhe përpasoj duke tjetërsuar funksionin dhe punën e gjykatës. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha komenton procesin ndaj Velijet në gjykatën kushtetuese. Nga Selia Blu, Berisha tha se krisja e marrëdhënieve mes Ramës dhe Veliajt ishte një fotografi e këtij të fundit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Kamala Harris, një gjë që kryeministri nuk e kishte arritur dot. Kurse këte ka heq vetë Veli, duan pa diskutime, konsideronte ju dihet ato se ju jeni dëshmitar. Ky shkoi në Shtetet Bashkuara dhe bëri fotografi me Kamala Harris. Po, publiku duhet ta di këtë. Rama shkoi dhe s'bëri dot fotografi. Deklaroi Sali Berisha. Bota. Kryeministri izraelit i rikthehej thirrjeve ndaj ndërkombëtarëve për të çarmatosur Hamasin. Forcat ndërkombëtare paqëruajtëse se duhet të çarmatosin Hamasin dhe nëse nuk e bëjnë do ta bëjë ushtria izraelite, deklaroi kryeministri Benjamin Netanyahu gjatë ceremonisë së diplomimit të një kursi për oficer luftarak në Akademinë e parë ushtarake. Ai kujtoi se qeveria është vendosur të sjellë të gjithë pengjet e rënë në shtëpi. Ne nuk do të dorëzohemi derisa të sjellim të gjithë në shtëpi. Në fund të fundit Hamasi do të çarmatoset dhe Gaza do të çmilitarizohet. Nëse forcat e huaja nuk e bëjnë këtë, ne do të kujdesemi për ta bërë, paralajmëroi Netanyahu. Forcat mbrojtëse të Izraelit raportuan se kryejnë një mbastisje në fshatin Blida, në anën libaneze të kufirit me Izraelin si pjesë e një operacioni për të shkatruar infrastrukturën civile të përdorur nga Hezbollahu. Kryeministri libanez, Naaf Selam, e quajti sulmin e Izraelit shkelje flagrante të sovranitetit të Libanit. Presidenti ukrainez Volodymyr Zelensky dënon sulmin e fundit rus. Ai bën thirrje për më shumë sanksione ndaj Moskës. Rusia bombardoi një tjetër termocentral në Ukrainë duke shkaktuar vdekjen e 2 personave, njoftoi presidenti i Ukrainës. Volodymyr Zelensky tha se sulmi goditi termocentralin në Slovjansk, qyteti më i madh në rajonin e Donetskut, që ende kontrollohet nga Kievi. Ky sulm vjen pas njërës prej netëve më të rënda të luftës për Ukrainën me një numër të madh goditjesh ndaj objekteve energjetike. Zelensky përmendi dhe sanksionet e fundit ndaj kompanive ruse të naftës si një shembull të përgjigjes efektive, duke thënë se ato kanë treguar ndikim të qartë. Sipas presidentit të Ukrainës, Moska mund të humbasë rreth $50 miliardë vitin e ardhshëm vetëm nga sanksionet. Forcat të Ukrainës e vijojnë sulme me dronë dhe infrastrukturës ruse pranë qytetit Vladimir në Rusinë perëndimore. Megjithatë, guvernatori i qytetit rus, Aleksandr Avdev, theksoi se kërcënimi i sulmeve me dronë mbetet në rajon dhe u bëri thirrje banorëve të tregojnë kujdes. Dronët të Ukrainës dëmtuan dhe një termocentral në rajonin Orel të Rusisë. Guvernatori rajonal Andrei Klyshkov tha se sulmet shkaktuan dëme në pajisjet e furnizimit me energji. Vjojnë të rriten tensionet në krahun lindor të Aleancës. Një avion luftarak polak MiG-29 interceptoi një avion zbulues rus mbi detin Baltik. Incidenti i dytë i tillë këtë javë, njoftoi ministri polak i mbrojtjes. Merët ushtria polake njoftoi se kishte interceptuar një tjetër avion rus që fluturonte në një mision zbulues në hapësirën ajrore ndërkombëtare mbi detin Baltik pa një plan fluturimi të paraqitur dhe me transponderin e tij të fikur. Vendet në krahun lindor të NATO-s kanë qenë në gatishmëri të lartë për ndërhyrje të mundshme në hapësirën ajrore që nga shtatori kur 3 avion luftarak rus shkelen hapësirën ajrore të Estonisë për 12 minuta, vetëm disa ditë pasi më shumë se 20 dronë rus hyrën në hapësirën ajrore polake. Rusia paralajmëroi sot të reagojë në përputhje me çdo shkelje të mundshme të moratoriumit ndërkombëtar mbi testet bërthamore. Reagimi vjen nga zëdhënësi i presidencës ruse Dmitri Peskov gjatë një konferencë përshtyp duke komentuar deklaratat e presidentit amerikan Donald Trump dhe direktivën e tij ndaj Pentagonit për testimin e armëve bërthamore amerikane.
Dua të kujtoj deklaratën e presidentit Vladimir Putin e përsëritur disa herë sipas së cilës nëse dikush e braktis moratoriumin, Rusia do të veprojë në përputhje me këtë, tha zëdhënësi i Putinit Dmitri Peskov. Sipas tij, testet e Burevestnik dhe Poseidon në asnjë mënyrë nuk mund të interpretohen si teste bërthamore. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.